Shqipëria ka shënuar përkeqësim në indeksin e perceptimit të korrupsionit nga Transparency International për vitin 2025. Shqipëria është renditur në vendin e 91 me 39 pikë, ndërkohë që në indeksin e mëparshëm Shqipëria kishte pasur 42 pikë, duke renditur në vendin e 80 mes 180 vendeve. Në indeksin e këtij viti Shqipëria ka 3 pikë më pak se në raportin e mëparshëm. Sa i përket rajonit, Malizi, Kosova dhe Maqedonia e Veriut u renditën më mirë në indeksin e këtij viti. Në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2025 të Transparency International, Serbia ka marrë numrin më të vogël të pikëve. Transparency International tha po ashtu se në disa vende të Ballkanit Perëndimor, përgjigjja e dobët e gjyqësorit vlerësohet si një nga pengesat kryesore për luftën e suksesshme kundër korrupsionit, teksa gjyqtarët dhe prokurorët po bëhen gjithnjë më shumë objekt i sulmeve nga qeveritë. Raporti përmend Bosnjë-Hercegovinën dhe Shqipërinë sa i përket çështjeve mjedisore. Në pjesën për Europën lindore dhe Azinë qendrore, organizata tha se indeksi tregon se institucionet e dobta dhe ngjesjet në demokraci po e nxisin korrupsionin dhe po e ngushtojnë hapësirën për shoqërinë civile. Përqendrimi i pushtetit, ndikimi në gjyqësor dhe presioni ndaj shoqërisë civile po nxisin kthim prapa të demokracisë dhe po dobësojnë mekanizmat e kontrollit, duke reduktuar mbikëqyrjen publike, tha organizata. Në të gjithë Ballkanin Perëndimor, mungesa e transparencës në vendimarrje për projekte të mëdha investuese është një dobësi e zakonshme, thuhet në raport.